Hadithi tjetër për kiametin. Domethënë pejgamberi tregon me një hadith që puna e parë që do të pyeten njeriu në ahiret, në mahsher, që është një ndër kushtet e imanit, besimit në ahiret, është çështja e namazit. Si do pyetet ato? Subhanallahu. Çështja e hadithit do ta citoj hadithin. Po, citoj. Është interesant, më vonë ka përmend detaje që ka më pyet njeriu në ahiret. Ka thënë pejgamberi selam, sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasibu an-nasu bi yawm al-qiyamah min a'mal as-salah. Puna e parë, ka thënë pejgamberi selam, që do të pyeten njeriu nga veprat që ka bën në dunjë, është namazi. E thotë pejgamberi selam, yaqulu rabbuna azza wa jalla, që ka forma. Allah ka të thotë azza wa jalla al-malaikatu wa huwa a'lam. Do të thotë Zoti subhanahu wa taala melaqeve. Çfarë do të thotë? Undhuru min salati abdi atammaha am naqasaha. Allah do të thotë melaqeve. O melaqet e mia, shikoni robi im, a i ka plotsu namaz apo nuk i ka plotsu. Kjo kështu do të jetë formas e pyetjes. Dhe namazet e këtë jetës. Po, këtë jetës, çfarë do shohim? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Nëse ka bëu tamam krejt, i ka fal. Pa mangësi, thot aty do të plotsohet, do ketë problem. Wa in kanat intaqasa minha shay'an, po nëse ka ndodhur që i kanë hiq të namazë, ka thënë se atë Allah ka menduri ka më thonën undhuru hali abdi min tatawu. Shikoni robim farzët pas ka mangësi, po shikoni a ka dini nafile, dini vepër vullnetare, dini namaz vullnetar ka. Fa in kan lahu tatawu, Allah ka më thonë nëse ka dini nafile, atimmu li abdi faridata. Atë merrek nafilen dhe shtjeni te kategoria e farzëve. Ja si e thonë ulemaja, nafilet në ditën e kiametit do të shndron farzën ato farzë që si ke falë. Këta si kanë të në shërben si mësim për neve, me smiron sunetet e namazëve. E së të mos ata 12 sunetet që janë para namazëve, në bas namazit, edhe ka vazhdua wa tu'khadhu al-a'mal ala dhakum. Dhe kështu në këtë formë, thonë njeriu, në bas namazit ka me vazhdu pyetje tjera. Nëse ka me pas lehtë të çështja e namazit, mbrapa ka pas edhe më lehtë. Po nëse të namazit ka me dështu, mbrapa ka pas edhe më vështirë. Jo, domethënë thirrja është me i fal sunetet. Sabah i ka 2 sunet, 2 rekat. Drejka i ka 4 para, 4 mbrapa, po. Edhe 2 mbrapa. 2 mbrapa, po. I qinia njëjtë ashtu, akshami, i dina jatësia këtë sunet. E shtash, këto sunete, për këto sunete nuk do të pyetemi ditën e gjykimit. Pse i keni fal ose pse s'e keni fal? Shtash desha me tregu këtu një detaj. Po menda sunetet nuk kanë një kategori. Kemi sunetet forta, që pasëm asnjë si kalon, ka sunetet që na pasëm i kalon. Këto ulemat i thonë sunet e muakkede, sunet e forta dhe sunet gajri muakkede, jo të forta. Çfarë bie kjo? Sunet e forta janë ata 12. Këto 12 janë 2 sabahit para farzit, janë 4 para drekës dhe 2 mas drekës, sabahën, 6 dhe 2 8. 2 mas akşamit, 10. 2 mas yatijës, këta janë 12. Këta janë të forta. Këta janë sunetet e forta. Nëse si fal, nuk dënohesh. Nuk dënohesh, po. A nëse i fal, në ditë gjykimit farz shpërblen. Allah të shpërblen, ti ka bezon fal. Bile për asaj thonë në hadith, kush i fal 12 recate me ditën e natës, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Allahu akbar. Po më thënë po në shtëpi në dunjë sa hekim. Sa hekim më thon. Mo kush i fal 12 recate këta. Kurse për sunetet e kindijës, 4 që janë para, ka një hadith, pra ka thonë kush i fal 4 sunete para kindijës, Allah e mëshirof, ka po lutje për sa, por nuk kanë kategorinë e këtyre suneteve. Këta 12 janë më të forta. Si mos i tham fillim, nëse nuk i fal dikush nuk ka dënim. Dënimi është e farzët. Këta si ne themi i dajmi të janë farzët, të janë sunete. Këta si më ndonjëherë, sidomos me ata të rit, sidomos me ata fillestar që janë edhe moshuar, ndër ku vot mohabet sa i ka drejka, i themi 10 recat. Do të bank shumë mja akuzu këtë 10. Po më thoni ki 4 fas që pa qarë dush më i fal, të tjerat nëse i fal Allah është përbleft. Ki boli punë të madhe. Ama mos i lek ta 4, se me këta 4 ka dënim. Do të më bëni çfarë detaj, jo kështu mi lidh sa ka yatsia i ka 13 recate. Rregullash, por tregoja se janë farze. Po da. Sot janë sunete që me ditë më thon nëse të bëjmë punën illa e di këtë më elon. Ela që nuk ka dënim. Me elon farzën e yatsis ka dënim. Për këtë arsye duhet me hin në detaj, më shpjeguar njërit çfarë është obligative, sa nuk është obligative. Kjo është më. Kjo është një ndër hadithe pra pyetja e parë mahsher pas ka më qenë namazi. Para se më përfundu. Domethënë edhe nafile tjera është mirë me fal, 2+2. Po. Jashtë suneteve, apo? Nafile tjera çka mund të thonë janë shumë të katëlloje. Sikur namazi duhas. Që falet më thon mos i lind dielli, edhe ngritet një shtis, që bëjmë më thon mos i lind dielli 20 minuta ose gjysmë sati. Deri para drekës kjo në këtë kohë më thon është mirë mi fal 2 recate ose 4 namaz duhas.
që ka shpërblim e madh. Po. Pejgamberi ka thonë për këtë namaz, kush njeriu në trupin e tij ka 360.000. Po çdo një do të më thonë ditë nga një sadaka. Edhe ka thonë pejgamberi i cili fal 2 rekatet duhas i bie sikur ka thonë 360 sadakaje. Është një ibadet madhështor. Po prap i themi sunet është. Ka tani sunete kur himi në xhami, te atë mesjid. Xhamia njeriu përshëndetet me selam, kurse xhamia përshëndetet me namaz. I fal 2 rekate namaz. Kemi namazin e natës, kemi namazin e taravijes, namazat. Nga 2 rekate po. Ato ka 2 falem. Kjo është se mos për namazin e natës, ka thonë salatul leili mesna. Namazin e natës falet në 2 nga 2. Kjo më thonë është potencuar që është nga 2 rekate. Po shumë.